Në këtë rast, Spaku, ajo është duke ju afruar Edi Ramës, apo do duhet kohë të shkojë deri tek ai? Spaku Edi Ramën e ka në kanistër, e ka në sport. Kur do ta nxjerr të shohim? Duhen pyetur ata. Ditën e djeshme ka pasur raportime në media se SPAK ka pastisur zyrat e Ministrisë së Financave duke kërkuar dokumentacionin si pasojë e një hetimi nisur mbi heqjen e gjobës prej 120 milionë eurosh ndaj Bankës Petroleum. Në këtë rast, a mendoni se SPAK është duke goditur ato pikat e dobta të kryeministrit Edi Rama dhe po e rrethon atë? Po Edi Rama parat që merrte nga do që kanë shkuar parat kanë dalë nga Ministri e Financave, kanë dalë me urdhrat e ministrave të financës. Kështu që SPAK-u e di mirë ku vetë kërkon. Follow the man. Edhe kjo i zgjidh të tëra. Ndiq paran. Kaq e thjeshtë është. SPAK-u atë po bën, po ndjek parat ku kanë vatur. Dhe në këtë pyetje kemi bërë vazhdimisht. Nuk ne duhet u arrestua, po su arrestua Edi Rama apo Belinda Balluku, na duhet ku kanë vajtur 5 miliard dollar zotëri, të administruar nga Belinda Balluku. Ku janë? Ku kanë vajtur? Se janë. Dhe t'i gjëjnë. Ata e dinë ku i kanë. Për mua kanë vajtur në xhep të tyre, po shteti, SPAK-u, duhet të kërkoj, t'i gjëj, t'i nxjerrin vetë ata t'i tregojnë ku i kanë çuar, t'i dorëzojnë, edhe mbase kush e di u lehtësohet dënimi. Po që do vënë në burg nuk bëhet fjalë fare. Që qeveria ka rënë, kjo është më se evidente. Këtë nuk e besojnë vetëm patronazhistët që i mban me propagandë të gjithë kanaleve televizive që edhe opinionistëve që i ka vënë në rrjesht Edi Rama dhe u thotë tani shkoni dhe mbroni mua, dhe që ata fatëzes duan ta mbrojnë, po se mbrojnë dot. Dhe atë mbrojtja që duan ta bëjnë për arsye sepse kanë ngrënë nga Edi Rama, u ka dhënë para janë të paguar rëndësishëm shumë ata. E kupton? Prandaj ata janë detyruar të binden shkopit e Edi Ramës. S'bëjnë gjë tjetër veçse nxjin fytyrën e tyre për të bërë atë lloj mbrojtje bajate, të pacip, të pamoralshme që i bëjnë Edi Ramës, se nuk është mbrojtje ajo. Si është e mundur që Edi Rama e shiti me njëherë Arben Ahmetaj, ndërkohë Belinda Balluku është duke mbrojtur, duke çuar çështjen e saj edhe në kushtetuese? Sepse e pare punës njerë, ta thash para pak më parë, Belinda Balluku atë e ka kapur atje ku kapet burri keq. Ja ka regjistruar dhe evidentuar që të gjitha i ka të dokumentuara, ka arkivin e saj. Ka arkivin e saj, arkiv të cilin e ka dhe shërbimi sekret grek. Gjithçka që disponon Belinda Balluku i disponon shërbimi sekret grek. Këtë shqiptarët ta dinë mirë, por problemi im nuk është me këta. Fatkeqësia që na ka dhënë neve si popull, që e ham sapunin për djath, na mashtron një matahari, një spiune e regjur, na mashtron një gangster, një hajdut, njëri pervers, një palaco cirku, një karagjos që e kemi kryeministër, dhe në partinë e tij s'ka asnjë zë që të dalë të thotë stop, ç'është kjo që po bën. Dhe kjo për arsye sepse ta në moton e tyre, në devizën e tyre kanë pushteti buron nga gryka e pushkës dhe mbrojt me grykën e pushkës. Këtë deklarat e keni në internet, po doni ua dërgoj unë, të bërë nga Gramos Ruçi, ish kryetari i Kuvendit dhe ish ministri i brendshëm i pushtetit Enver Hoxha Tramizalis. Pra këta janë të vendosur vetë me vetë tyre mendojnë që do të vënë qytetarët nga mbrapa që të bëjnë tradhjera në Shqipëri dhe për këtë janë përgatitur. Kot lodhen, po va them unë lodhen pare kot, se këtë gjë nuk do ta realizojnë dot kurrë, se në Shqipëri tani ka forca tjera që veprojnë, edhe që komandojnë dhe që drejtojnë jetën e vendit për të mbajtur popullin të qetë, mos thyhet asnjë xham, por ata të qerohen dhe të shkojnë në burg. Janë të tjera forca që komandojnë. Dhe kjo u pa ditën e hënë kur erdhi emisari amerikan, vajti kontaktoi me drejtorin e SPAK-ut dhe fill pas bisedave, pas vizitës atij zotërisë, filloi u arrestua Belinda Balluku. Veç asaj, para 3 ditësh, kryetari i Shpresës Demokrate deklaroi dhe tha, nga ky moment tha flas si kryeministri i Shqipërisë.
Dhe në datën 27 ai ftoi të gjithë shqiptarët nga janë anë mban botës të vinë dhe në datën 28 nëntor të festojmë nëndorin e tretë të çlirimit të Shqipërisë. Dhe këtë ai nuk e thot nga mendjetia. Zoti Islami, ta mbaroj. Po. Mos më ndërprej. Këtë ai nuk e thot nga mendjeti, nga vetja e tij. E thot sepse ashtu atë urdhër ka marrë, atë direktivë ka marrë dhe ajo do realizohet sepse është plani 100 vjeçar amerikan. Dhe do realizohet të s'bën. Vazhdojmë. Zoti Islami, ju mendoni se ka një dorë amerikane në këtë rast për të goditur Belinda Ballukun? Dhe kjo dorë amerikane a do zgjatet edhe deri te Edi Rama? Nuk mendoj, ai është fakt. I to zotri nuk është për të menduar e për të fantazuar ajo punë. Ai është fakt. Është faktore. Janë amerikanë që komandojnë, pik. Prandaj vinë vërdall dhe këto LGBT të Evropës. Se e din që s'kanë që bëjnë Amerikës. Kështu që është prera i kostum, unë ja u them, por nuk duan ta besojnë. Unë bëj thirrje qytetarëve të ndershëm, atyre që klikojnë dhe japin mendime, opinionin për emisionet tona. Ore njerëz, sillni mendjes, hapni syt ku po uçon ky pushtet, kjo parti, kjo klasë politike. Ku po uçojnë, e shikoni, e keni hapur syt të shikoni që Shqipëria po boshatiset, që ju po bashkëroheni për ditë, që juve po merren prona ditë për ditë, që juve po mashtrojnë ditë për ditë, që juve gjyqtarët, gjykatat u kanë sirgjënosur djemt më të mirë, shkoti për një cigareshash. Pra këtyre u bithirje unë. Nuk u bithirje atyre të betuar, komunistëve të betuar që ka Edi Rama rreth rrotull. Zoti Islami, nisur nga rasti i Belinda Ballukut, a mendoni se Edi Rama tashmë do të goditet pikërisht si rasti i vet Belinda Ballukut, apo ai do të shkojë përtej këtij mandati deri në vitin 2029? Është pa mundur, nuk shkon. Ai deri në datën 28 nëntor është i dorëhequr. Dhe dorëheqjen do ta bëj me shkop, me dëshirë. Dakor, po vendos bazë shumë të rëndë, sepse aty mund të jetë edhe në datë 28. Këtë besim kam të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po u zgënjym dhe kësaj radhe, se shfajon. Duke u referuar pjesës së kryeministrit Edi Rama, si mendoni në shkresën që kanë nxjerrë për të drejtuar gjykatës kushtetuese, a është kjo një përpjekje për të mbrojtur Belinda Ballukun, apo është një përpjekje për ta dërguar topin mes institucioneve të drejtësisë? Ai bën diversion dhe kërkon që të përçaj dhe të orientojë sistemin e drejtësisë. Në gjykatën kushtetuese zotëri nuk janë budalle, janë njerëz me mend në kokë. Dhe ata e dinë mirë, shkojnë që s'ka shkelje ligji. Se po morën ata vendim, siç mendojnë, siç shpreson ky pallosh i gjatë, atëherë që do shkojë në Strasburg, po Strasburgu nuk shikon shkelje ligji aty. Ju thoni se Edi Rama mund të bjerë në datë 28 nëntor, ose të paktën nuk e shtyn dot këtë vit dhe... Jo, nuk do të shtyj. Çfarë ndodh në momentin që bie Edi Rama? Do marrë pushtetin qeveria teknike që është gati dhe do shkojë të marrë zyrat. Ka që thjeshtë. Po si u merr ka pa pasur zgjedhje? Çfarë zgjedhje kërkoni ju? Po si mund merret pa pasur zgjedhje, pa hyrë në zgjedhje, si u marka? Nuk e dhënë dorëheqjen qeveria. Po ka një logjik kushtetuese, sepse kjo është republikë parlamentare. Bie një qeveri, shkohet drejt zgjedhjeve të parakohshme, partitë politike hyjnë në zgjedhje dhe pastaj kush fiton zgjedhjet merr qeverinë. Ka një kushtetutë që është sjell këtu, është importuar nga Serbia dhe nga Greqia, të cilën Shtetet e Bashkuara nuk e njohin, edhe unë nuk e njoh si person. Dhe është një kushtetutë që është për në kosht plerave dhe i ka përfunduar në kosht plerave. Po ju them prap, këta do japin dorëheqjen dhe pushtetin e merr në momentin që jep dorëheqjen qeveria zotëri, krijohet qeveri teknike. Dhe qeverinë teknike nuk do ta organizojë këto forca politike. Se këta do bëjnë kështu, diç muçua hop kalemi për të, si thon asaj, për të vdekur mall nuk kemi. Nuk është problemi se do i ky hajde se do bëjnë këta një qeveri teknike. Jo, objektivi është që kjo klasë politike
komuniste shqiptare të qërohet nga pushteti. Ky është objektivi dhe ky do arrihet. Nuk e shtyjnë më amerikanët komunizmin në Shqipëri. Nuk e lënë këtë çibant jashtëzakonshëm të maiset akoma më tepër. Dhe me këtë rast do t'i tregojnë vendin dhe Evropës. Që mbështet banditët këtu që vjen ajo nga Evropa edhe thotë zgjedhjet u bën të mira, thotë. Ku ti thotë ajo u bën të mira zgjedhjet? Me këtë dallet ajo.